Ministri i Kulturës Kujtim Shala, duke i uruar fat sportistëve në Olimpiadën e parë, ku merr pjesë edhe vendi i ynë, ka pritur sot ekipin që do të përfaqësojë Kosovën në këtë garë. Ministri duke i uruar fat të gjithë garuesve, konsideroi ata si fituesit më të mëdhej. Unë ju dëshiroj sukses juve që të përmbyllni ashtu si keni menduar edhe këtë cikël olimpik dhe sportistëve, trajnerëve, të gjithë ekipit që do të shoqëroj sportistët në këto gara kaq të rëndësishme. Patjetër që do t'ju ndjekim, unë do t'jem këtu dhe do t'ju pres kur të ktheheni. E rëndësishme është që ju po shkoni atje dhe po shkoni si fitues dhe unë e di që do të ktheheni si fitues. Faleminderit. Kryetari i Komunitetit Olimpik Besim Hasani tha se do të bëjmë maksimumin të shpërfaqemi veten dhe të nderojmë të gjithë vendin tonë. Ne jemi të përkushtuar që atje të jemi shpërfaqemi sa më mirë, por edhe ta bëjmë maksimumin në mënyrë që ta nderojmë veten, por ta nderojmë edhe popullin tonë dhe shtetin e Kosovës, i cili me të gjitha institucionet po e bën maksimumin për me na kriju kushte sa më të volitshme që Majlina Kelmendi kishte një porosi për garuesit që kjo garë të mirët sa me sportivitet. Në fakt Olimpiada është garë si çdo garë tjetër. Është me rëndësi për shtetin, është me rëndësi që krejt presidentat e shteteve aty, garojnë krejt shtetet njëjtën kohë, po fundit është thjesht garë. Po them këta në bazë të eksperiencës që po pasur në Londër se para se më shku, shumë ceremonia, shumë sende dhe më do ke ku po shkoj, çka po ka kjo. Edhe kur kom shku atje thjesht e kom pa që është garë, janë njëjtë njerëz, ka refer, ka garues, ka tatami, kështu që me marrë në mënyrë sa më sportive, me mundu me shiju qëta. Në vazhdën e këtyre ngjarjeve sot është bërë edhe promovimi i pullave postare Rio 2016. Për garuesit është mbajtur edhe seminari informativ për doping, për virusin Zika dhe për sjelljen brenda dhe jashtë fshatit olimpik. Ekipi olimpik i Kosovës ka organizuar dhe inaugurimin e rradhëve olimpik në sheshin Zahir Pajaziti. Pjesë e këtyre aktiviteteve ka qenë edhe dorëzimi i flamurit shtetëror nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tek ekipi olimpik i Kosovës, i cili do të përfaqësojë shtetin tonë në lojrat olimpike në Rio të Brazilit, në praninë të rreth 800 pjesëmarrësve në amfiteatrin e Gërmisë.